pandi spanjë me kakao, një recetë shumë e thjeshtë dhe e shijshme, e cila në fakt mund të përgatitet me një sër ëmbëlsirash të ndryshme sipas dëshirës suaj. Do të fillojmë me përbërësin kryesor vezët, që janë ato që unë përdor padyshim të vitali, dhe do t'ju duhen rreth 5 vezë ose 275 gram. Është e rëndësishme ti peshoni për t'ju dalë receta ashtu siç duhet. Bashkë me sheqerin do t'i rrajmë për rreth 20 minuta derisa masa të jetë trefishuar. Do të përgatisim një tepsi me letër furre poshtë 24 cm apo qoftë edhe 22 cm diametrin. Në momentin që 20 minutë që kanë mbaruar, do të sitim kakaon, nisë shten dhe mielin. Dhe mbasi ti kemi situr, që është një hap shumë i rëndësishëm, me spatull do të përziejmë nga poshtë lart në mënyrë që masa të mos bjerë volumi. Ky hap është shumë i rëndësishëm. Kemi ndezur nga ana tjetër furrën në 170 gradë Celsius deri në temperaturën e arritur në final. Më pas do të përdorim vajin e pjekjes dhe do ta pjekim kekun për rreth 40 minuta ose deri kur një kujnë dhëmbësh të dalë pastër. Më pas e ftohim plotësisht dhe e përgatisim edhe një herë sipas dëshirës sonë. T'ju bëj mirë.